Përshëndetje shikues të nderuar të Apollogu.news, jemi sot në një intervistë ekskluzive me njërin nga përfaqësuesit e lëvizjes Arbëria, zotëri Pekim Fazliu. Zotëri Fazliu, ju falenderoj që pranuat ftesën tonë për këtë intervistë. Po filloj me pyetjen se sa ju mungon realisht periudha kur ishit deputet nën ombrellën e Partisë Demokratike Shqiptare? Fillimisht faleminderit për ftesën, kënaqësi është të jem mysafir këtu me ju. A më mungon posti i deputetit? Jo edhe aq. I kuptoj se postet nuk janë përjetshme, me vendijet plot për kur kam hyrë në politik, edhe është mirë që nuk janë përjetshme, sepse nuk bën të jenë përjetshme, por momentin që t'jepet ajo mundësi, është mirë ta shfrytëzosh, fjalën popullore të japësh hakun, për shkak se është nder dhe privilegj kur të mandatojnë dhe të votojnë qytetarët. Dhe 1-2 mandat është mjaftueshëm për çdo post për dhënë dhe për të kontribu për qytetarët dhe për votuesit e tu. Andaj unë jam shumë i kënaqur, domethënë për mundësinë që më është dhënë dhe që më kanë votuar qytetarët. Jam munduar ta kryej me nder, jam munduar kur mos i turpnoj dhe kam dhënë gjithçka nga vetja që t'i përfaqësoj në mënyrën sa më dinjitose. Dhe jam shumë falënderues për atë periudhë, tani vazhdon pjesa tjetër e thash, ose nuk janë përjetshme. Dhe sa më mirë çdo kush që e kupton këtë është më mirë për veten edhe për qytetarët. Gjatë mandatit tuaj si deputet keni pasur disa fjalime të vrrueshme në kuvent. Realisht sa ka ndryshuar ndër vite përbërja e kuvendit në aspektin e cilësisë? Tani unë nuk është korrekte unë them, për shkak se atëherë do të prekëm edhe unë nga kjo, kam qenë deputet dhe tash nuk është korrekte unë të flas për të tjerët. Janë këto që janë. Gjithë këtë periudhë, prej viteve 90-ta, është populli që i zgjedh, që i mandaton, dhe kur i zgjedh populli, ata duhet t'japin llogaritë te populli. Domethënë, sa janë aktiv, sa e kryejnë punën me nder, domethënë është çështje që duhet t'i vlerësojnë populli, nuk është korrekte që të flas për unë. Megjithëse unë kam mendimet e mia, por me që edhe unë kam qenë deputet, nuk është korrekte të flas për. Po, sigurisht edhe pas me nuk është korrekte që unë të flas. Mos t'i vije se më ka marrë malli shumë mo t'jem përsëri, po këtë e them, është një nder shumë e madh. Është një rëndësi e madhe, nder i veçantë kur populli të mandaton për një post. Çdo njeri që e merr post, deputet, sidomos deputet, duhet t'jap gjithçka nga vetja, që atë mandat që ja kanë dhënë populli ti përfaqëson qytetarët në mënyrë sa më dinjitose, të lufton për ta. A e bën deputetët këtë punë si duhet? Është populli ai në fund që duhet të vlerësoj. Unë përmbahem prej vlerësimit tim personal, për shkak se nuk kam edhe në këtë përbërje parlamentare miq, domethënë ka që i kryejnë punën shumë mirë, ka që më pak, ka që fare nuk shkojnë seanca. Po është mirë populli t'i sheh këto, dhe zgjedhjet e ardhshme kur shkojnë të kërkojnë prapë votë për të vazhduar mandatin e deputetit, duhet t'i ketë parasysh. Zotni, unë të kam votuar disa mandate, pse nuk je ti në kuvend? Pse nuk më përfaqëson mua në kuvend? Pse nuk më mbron interesat e popullit në kuvend? Këto pyetje do t'ja bëjnë populli zgjedhëve të tjerë. Për çfarë arsyesh u ndat nga menduethaçi dhe realisht për çfarë arsyesh u rikthehet të vetëm në politikë? Domthonë, erdhi një situatë që kjo ishte ndoshta mënyra më e mirë. Në një kohë gjatë, domethënë u tërhoqëm prej politikës për të hapur rrugë të tjerëve. Po kur e pam se situata këtu në Maqedoni, sidomos me partitë politike, u degradu shumë çështja e shqiptarëve, e pam të arsyeshme që miq kolegët e miq deputet ta formojmë dhe ta marrim një iniciativë për ta formuar lëvizjen Arbëria. Ishim shumë kujdesshëm edhe këtu. Mos gabojmë. Ne formuam në fillim si lëvizje qytetare. Lëvizja Arbëria është regjistruar si lëvizje e qytetarëve, por me synime politike. Për shkak se në Maqedoni fillon të kemi deficit të partive politike. U ban shumë vetra parti politike, gati çdo mahall parti politike. Partitë politike tradicionale u kapën nga liderët, i ban prona private. U të shmendën pas postit kryetarit partisë,
nuk lëshonin, edhe pse u bën fajtori kryesor pse partitë nuk fillon dobësohen shumë. Dhe përmend rastin fjalë, do të erdhë me një situatë e vetëm e parti më organizuar me shqiptarët në qeverisë përfundoje në këtë situatë mirueshme që është sot, vetëm se kryetari i partisë u deshkoi me patjetër ta mban post. Dhe kështu ka funksionuar deri më sot. Dhe vonë kryetarët e partisë i kapnin partitë, i shndronin në prona private dhe pastaj kishim probleme të funksionim. Ne duke dashur të përcjellim edhe mesazh të qytetarëve. Do të thonë bëjmë lëvizje qytetare, parti politike, nuk bëjmë lider. Nuk bëjmë lider fillimisht për shkak se shqiptarët vojnë për liderëve, për baraktarizmit. Ata nuk shohin më interesat e popullit e qytetarëve, por shohin vetëm interesin e vetë personal, si ta merr edhe një mandat deputet, si ta ruan postin e kryetarit, si ta ruan kontrollin, e kështu me radhë. Prandaj ne deshëm përcjellim një mesazh të qytetarët, ta bëjmë një lëvizje tyne, të popullit, qytetarëve. Lëvizja Arbëria është e qytetarëve. I thëmë gjithë qytetarët, hajde ta bëjmë një organizim mirëfill të shqiptarëve në Maqedoni, që të na përfaqësojnë neve shqiptarëve interesat tonë. Bashkarisht, pa hipoteka, njerëz që kemi një përvojë të madhe në politikë, që kemi kalu poste, që s'na bëhet vonë për poste, që është, vetëm këtu në Maqedoni që përmend, që gjitha figurat që janë në Këshillin Drejtues janë pastra, moralisht, kombëtarisht, kur nuk kanë asnjë zez në krimin e korrupsion. Dhe ju themi qytetarëve, jeni, bashkangjitemi, ta bëjmë një lëvizje tonën, shqiptarëve, që pas 20 viteve, 25 viteve nga marrëveshja e Ohrit, një herë për gjithmonë tulemi përballë të tjerëve dhe të zgjidhim çështjet si duhet për të arritur barazinë reale të shqiptarëve në këtë vend. Për çfarë arsyesh ju bashkangjitët vleni si partner, por nuk vendosët që të shkriheni në një parti në Kongres? Ne edhe në fillim, kur e kemi bënë marrëveshjen për bashkëpunim, në zgjedhjet lokale ka qenë vlen lëvizja Arbëria. Do ka qenë marrëveshje, bashkëpunimi atkohë me koalicionin vlen. Koalicioni vlen me lëvizjen Arbëria. Edhe tash, do të thonë vazhdon ai bashkëpunim, po tash vazhdon bashkëpunimi për shkak se vleni është shndruar në parti politike me lëvizjen Arbëria. Ashtu erdhëm në përfundim të dyja palët bashkë, edhe lëvizja Arbëria, edhe përfaqësuesit e vlenit, që për momentin vazhdoi bashkëpunimi kështu. Kishim bisedime, kishte variantat, shkrihemi, vazhdojmë bashkëpunimin, shohim të ardhmen si do të zhvillohet. Do ne bashkarisht erdhëm me një përfundim që për momentin është më mirë për dytë, edhe për partinë vlen, edhe për lëvizjen Arbëria, që këtë fazë të vazhdojmë me bashkëpunim. Tash ke parasysh, aty ishin 5 subjekte, parti politike që janë themelues të vlenit, edhe ato 5 subjekte tash ndërmarrën hapin e madh, historik, që të ne është e rrallë, për shkak se shqiptari është mësuar deri tani vetëm të ndahen, përçahen, partitë bën 2, 3, 4, e jo e kundërta si ndodhi me vlenin 5 për të bashkuar, ne i përshëndesim, është hap historik. Po ne, këtë fazë, vlerësohem bashkë me vlenin që të vazhdojmë kështu, vazhdojmë bashkëpunimin me vlenin. Të ardhmen, mbetet opcioni i hapur, shohim si rrjedhin punët, një ditë, në të ardhmen mund të ndodhet edhe shkrivja ose bashkimi edhe janë me partinë vlen. Po tani për tani, lëvizja Arbëria vazhdon strukturimin, vazhdon të shtrihemi në teren dhe vazhdojmë punojmë si subjekt i pavarur me identitet tonë në koalicion me vlen. Tek pjesa e shtrirjes në teren, realisht jeni më shumë të përfaqësuar në zonën 1 dhe 2, sa jeni duke punuar realisht në teren tek zona 6 dhe 5 konkretisht? Edhe në zonën 6 jemi njësa 1, 2 dhe 6, dhe kemi struktura
në Bogovin, Zhelin, Petov, Gostivar, shohim të zgjerohemi edhe në gjitha komunat tjera, synimi jonë është që të bëjmë një strukturë moderne, që fillimisht varet nga cilësia, pastaj sigurisht që planifikojmë edhe të masovizojmë. Është e vërtet që edhe në pesë që punojmë, po për dallim për këtyre njësive që i përmendet 1, 2 dhe 6, na duhet edhe pak ma shumë punë tani të koncentrohemi në njësinë zgjedhore 5, që edhe aty kemi njerëz, ke parasysh ne njohim gjithkohë njerëz, kemi përkrahës gjithkohë në çdo vendbanim, dhe tash është momenti me që këtë periudhë kemi bashkëpunuar me Vlenin, kemi qenë zgjedhjet lokale bashkë, u përfundu ki procesi i shkrirjes Vlenit, tash të tjenë ngel ne që të koncentrohemi në ringritjen e strukturave tona në teren. Mirë shkon puna, ka sfidat e veta, jemi të vetëdijshëm, po megjithatë unë jam shumë optimist që do të arrijmë të shtrimi dhe të bëjmë një strukturë shumë solide që do t'i përfaqësoj drejtësisht shqiptarët dhe interesat e tyre. Mbas të rrethanave politike, realisht kur pritet kongresi i lëvizjes Arbëreja, statuti, programi, kuvendi e kështu me radhë, kur pritet të identifikohet apo të strukturohet si parti politike dhe normalisht për në fund edhe lideri i saj. Ne me 5 korik jemi në themelu, kuvendin themelus, dhe ati kemi statutin tonë, kemi programin e lëvizjes Arbëreja. Për shëndrimin në parti politike, kemi pasur në 10 orë një kuvend të lëvizjes Arbëreja në Gostivar, kuvendi miratoi një konkluz që t'i shqirtojmë mundësi të shëndrimit nga lëvizja qytetare në parti politik. Për momentin është në debat që brenda Këshillit Drejtues, do të shohim kur do ta vendosim ne se është momentumi politik për të shëndruar në parti politike, atëherë edhe do ta bëjmë. Po për momentin kjo nuk na pengon, sepse ne synimet edhe statuti kemi që synimet tona janë politik, dhe si lëvizje qytetare nuk na pengon. As pjesëmarrja në zgjedhje, ndoshta do duhet të marrim në shkrime për dallim për partive politike, por kjo nuk e pengon pjesëmarrjen tonë aktive. Dhe synimet tona janë politike, ne funksionojmë si lëvizje politike. Funksionojmë, bëjmë struktura, dhe me thonë që ai formaliteti shndrimit në prej lëvizjen parti, dhe do të shohim, është një konkluz e Këshillit Drejtues që ndjetor, që na ka autorizuar Këshilli Drejtues, ti shoft ta përcjell situata dhe të vijë vendim se kur mund të shndrohemi. Po nuk është kjo ide që nuk e bisedojnë në lëvizjen Arbëreja. Mbas të rrjedhave politike normalisht jeni në teren, i shihni situatën, kur pritet këtë vitin e ardhshëm dhe realisht sa pritni të jetë numri i delegatëve normalisht. Thash, jemi shumë të kujdesshëm që në fillim. Domethënë, tash e kishim një moment historik, nga 5 parti u bën 1. Atëherë kur e hapëm lëvizjen tonë, kishte shumë parti politik. Edhe vetëm kur qytetarët u thoshin edhe një parti nuk u prit kemi, me drejt. Prandaj edhe zgjedhëm ne që të regjistrohemi si lëvizje qytetare, me synime politike. Edhe tani, domethënë me që e kemi Vlenin tash shndrohet nga 5 në 1 u bashkon, për momentin ne vlerësojmë që të vazhdojmë kështu, në të ardhmen e shohim, se nuk do të ishte mirë tash ati me njëherë u bon prej 5, një del edhe një parti politike të shëndrohemi. Ne funksionojmë, ndoshta edhe shumë ma të organizohëm jemi, se sa shumë subjekte tjera që janë të regjistruar si parti politike këto në Maqedoni. Shumë ma të organizohëm në struktura, shumë ma të organizohëm në njerëz, shumë ma të organizohëm në kuadrë, shumë ma të organizohëm në gjithë shka. Se sa shumë subjekte tjera që i kemi, që thirrën emrat partit politike, por realisht thuaj se nuk kanë struktura, improvizojnë në gjithë shka. Aktualisht që po flasim, sa është e përfaqësuar në qeveri lëvizja Arbëreja në aspektin e kuadrove që i cekët paraprakisht? Mirë, tash unë marrëveshjen e kemi bërë për
me vlenin një marrëveshje për të çu përpara interesat e shqiptarëve, jo aq sa për post. Me zgjedhjet lokale, domethënë kishim në për lista këshilltarëve, kemi këshilltarë në shumë komuna, kemi edhe disa drejtori, domethënë që ato drejtori do duhen të shtohen. Domethënë ne kemi zonjën Mera Ferati nga Tetova, që është drejtor në Spitalin Ginekologjik në Çajër. Para disa ditëve u emërou një kuadër i Arboris nga Kumanova për zëvendës drejtor të statistikës. Shumë shpejt pritën që të emëron edhe funksionar tjerë në pozicione drejtuese, drejtori. Unë garantoj se cila drejtori? Kemi disa drejtori, tash do t'i... Disa mund na cekim. Nuk du tash. Këto do javët shumë shpejt, çështje ditësh, javët opinionit do të informohet edhe cilat drejtori tjera do t'i marrin. Ajo që ne dhe unë, në emër Këshillit Drejtues, mund garantoj se kuadrat tonë janë cilësor, do ta kryjnë punën me nder, do ta avansojnë atë institucion ku janë, dhe mbajnë përgjegjësitë plot. Ti drejtori cekët, sa drejtori të tjera janë? Parafrasisht, besoj keni? Do ketë edhe më shumë, shumë më shumë. Sa? 10? Shumë më shumë. Mbi 10, apo? Do ketë më shumë. Mbi 10, apo? Do të shohim. Diçka do të na jepni pas jeni në intervistë? Jo, do të shohim. Ato janë çështjet tona të mëdhenjshme që kemi menduar. Pas shëndrimit të subjektit Arboria nga lëvizje në një parti, realisht e keni në marrëveshje me Blenin që të garoni bashkë me ata, apo e keni synimin edhe që të garoni të vetëm në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, qofshin ato të rregullta apo të parakohshme? Tani për tani kemi marrëveshje me Blenin. Vazhdon ky bashkëpunim. Edhe zgjedhjet parlamentare. Do të shohim. Ende nuk është diçka. Tash për tash vazhdon. Nëse ka diçka të re mes ne dhe Blenit, sigurisht që do të njoftohet opinioni. Nuk duhet tash presupozoj, por derisa e kemi një marrëveshje, funksionon mirë, janë korrekt, e jemi korrekt, do të presim që ky bashkëpunim të vazhdoj edhe në të ardhmen. Pse jo, edhe për zgjedhjet parlamentare. Nëse eventualisht ne ose ata mund të sjellin vendim që ta thonë kaq, ne vazhdojmë këtë rrugë, atëherë ne sigurisht që do të shohim si është më mirë radhë parë për qytetarët, pastaj për lëvizjen Arboria ta marrin mendimin tonë sa mund garojnë vetë apo me deka tjetër. Po edhe vetë nuk është opsion që mund ta, domethënë e kemi si opsion, pse jo, Arboria del para qytetarëve me kandidatura, mendoj se kemi kuadër shumë të mirë dhe mund garojmë edhe vetë, pastaj qytetarët vendos, është e jone që t'i bindin në vërkrah. Në organizimin e kongresit u kritikua shumë mos intonimi i himnit kombëtar. Cila është ajo përgjigja dhe prononcimi juaj në lidhje me këtë çështje? Jo, kjo pyetje adresa e saktë do të ishte për t'u bërë përfaqësues të Vlenit. Si që keni qenë një ndër foluesit dhe Okej, unë isha mysafir. Po kështu lejoni të them mendimin tim për këtë çështje. Ishte kongres historik. Për herë të parë bashkoheshin, nuk përçashin. 5 parti në një subjekt të vetë. Deri tani kemi pas të kundërtën. Jam përça 1 në 5, në 3, 4, 5. Kjo ishte padyshim një ngjarje e rrallë në historinë politike të shqiptare. Ndoshta e vetmja për këto Maqedoni. Edhe ishte rast historik. Tani kundërshtarët, opozitarët, duke e parë se ky është një moment shumë i rëndësishëm, e i madh historik, u munduan të gjejnë një njollë se ja u kapëm që himni nuk u kënduar. Mendimi, bindja ime ishte se atë ditë ishte dita e Europës. Himni që u këndua është himni i Europës, dhe për mu ishte një mesazh i duhur në vendin e duhur për njerëz të duhur. Pse? Për shkak se himni i Europës është melodi, pa tekst. E njëjta është edhe në Republikën e Kosovës, e kishim prezant edhe zotin Kurti, kryeministrin. Ishte mysafir syne te kongresi i Vlen. Dhe
himni i Evropës do të thotë i përfaqëson të gjithë. Shumë popull që dallon diametralisht me himnin e shtetit këtu që e kemi në Maqedoni. Himni i shtetit këtu në Maqedoni është Denes në Makedonia sonë se Seragja si ishte ajo, Makedonësit e se bora zësojt e pravdi ne, pitu gulli goce del që e vzdi që a i thot, askund nuk jemi ne shqiptar përfaqësum në him, jemi të përjashtum, dhe unë e kuptova si mesazh edhe ndaj kryeministit Mickoski që ishte aty prezent, që ta sheh e ka afër kryeministin e Kosovës, të merr mësim, si 1 milion është për Bashkimin Evropian, ta sheh se si duhet të jetë një himn i shtetit. Dhe të hapin një debat të në Maqedoni, se ka dalë, t'i zbulojmë dhe t'i hapin çështjet e vërteta. Neve na duhet deetnizim të simboleve, të himnit, që janë sjellë viteve 90-ta, ku na kanë përjashtuar totalisht neve shqiptarë. Ma mirë ishte himni i Evropës, se sa himni, a këto tjerë që reagojnë, mund pengon hipokrizia politike. Nuk diskutohet, himni jonë kombëtar është mbi të gjitha. Ajo nuk diskutohet, i kuptoj. Shumica akuzoni se ishte puni e Mickoskit. Ja, nuk e di, do t'i pyesni ata. Nuk besoj. Mua di çfarë pengon, hipokrizia politike. Këta që akuzojnë, mi pas i rinë nga ditën, kur këndohet vetëm himni i shtetit, habitësh. Merrni, kur e merr postën e deputetit, kur e merr postën e ministrit, ata rinë nga ditë. Rinë nga ditën para atij himnit. Dhe për poste, kur kanë interes në pushtet, gjithçka është në rregull. Po këto probleme se ne nuk kemi opozit. To që thirrën opozit nuk janë në Maqedoni opozita shqiptare. To rinë të dera për në qeveri. Këta lusin Mickovskin shumë. Këto do të ishin shkri, po të shohë Mickovski në një eveniment të BDI-s. A i keni pa një deklarat, a i thot, diçka, zgjedhë, sen këto shkrinjen. Këto shkojnë të varri gosës delqevet, vetëm për që thanë se, ne jemi lojalve. Këta bëjnë Open Balkanin me Serbin, nuk u penganë. Kur bin opozitën shkojnë në Kosovë dhe në Shqipëri, atje bënë patriot, atje qaj, atje kërkojnë ndihmë që ja u prish se si janë ata në pushtet. Gjithë shka që bëjnë ata, është për të rikëtive të në pushtet. A ishin 20 vjetë, e zbanë asë gja, dalin protestojnë për çështje që si kanë zgjidhur vetë. Është hipokrizi, kjo më pengon. Cili do tjetër që ka vërejtje, përveç tyre, po, janë mirëseardhë, duhet me për ulësinë e t'i dëgjojnë dhe t'i marrim si vërejtje, tamam si duhet dhe mundohemi që t'i përmirësojmë. Se për te vërejtjeve, rarisht sa të sinqerta mund të jenë deklaratat e kryeministit Mickoski që kur t'i teket e jep deklaratën duke zgjedhje, është ndonjë presion ndaj vlenit dhe normalisht ndaj Arbërias për largim nga qeveria. Nuk ka sens, nuk ndodh ndonjë vend të botës që kryeministri kur t'i kujtohet, kur është hesull të jep deklarata të tilla. Si e shihni në aspektin politik? Gabim. Edhe para, unë s'kam me Mickovskin marrëveshje, unë kam vetëm me Vlenin. S'kam asnjë lloj marrëveshje me Mickovskin. Dhe po, është shumë gabim. Deklaratat pa matura, kushdo që je, e sidomos ai. Po edhe nëse nuk është çudi edhe zgjedhjet, mund ndodhen këto ne. Po këto deklaratat pa matura, sidomos pozicionin kur je kryeminist, do të kesh kujdes. Po lëvizën Arbëria, ne kemi marrëveshje me Mickovskin. Sa ju ka marrë malli që të garoni në listën për deputet dhe t'i përfaqësoni shqiptarët në kuvent ashtu siç ndodhte më parë? Thëmë kështu shumë sinqerisht se kjo është, domethënë, është vështirë se njerëzit thotë ne çmenden mas posto, edhe nëse thuti që jo, thotë, që thotë, fjalë goje. Jo, sinqerisht jo. Nuk nga landën i vështirë qenit deputet. Nuk nga landë. Po, jam krenar për atë, dhe si bi pishman për asnjë sent që kemi ba, sigurisht që nuk kemi qenë, është edhe perfekt, kemi pas gabime, po jam mundu të jam gjithçka nga vetja që të përfaqësoj sa më drejtësisht shqiptar.
e di se ati funksionon ti mund të flasësh gjithë shka. Mund të ngresh shumë çështje, po në fund ngritja e dorës përfundon gjithë shka. Shumica, deri tani ne nuk kemi kulturë parlamentarizmi që debatojmë me arsye dhe nëse unë arrit të bindë dhe kam drejt për diçka. Shumica ma pranon, ne jo, prensta, shumica voton vetëm atë që i thot qeveria dhe opozita mi votohet në çdo aspekt. Po kemi arrit që spakut të artikulojmë si duhet kërkesat e shqiptarëve, edhe ato pastaj populli t'i merr si kërkesat të drejtë dhe t'i dinë. Klasit për ndarje drejtë dhe proporcionale të buxhetit. Populli din që diskriminohemi. Neve në bëhet apartheid ekonomik. Apo për gjuhën shqipe, statusin e përdorimit gjuhës shqipe. Ne kemi lingvicet. Statusi jonë i përdorimit gjuhës shqipe nuk e ka qartësinë kushtetuese si e kanë zgjidhur serbët në Kosovë, që janë 2 deri në 3%. Ne nuk thirremi, dhe me thonë, stigmatizohemi si kategori demografike, plus nuk e ke si qartësinë kushtetuese si në Kosovë. Kosovë është sakt, thot, gjuhë zyrtare në Kosovë janë shqipja dhe serbisht. Të neve që të shohë kushtetuta, e mi shmarë. Është i shkallëzumen. Të shto kapen loja është zyrtare. Thing? Pyetja do të thotë, a është e barabartë gjuha shqipe me maqedonisht? Nuk është. Zyrtare mund ta bësh, quhet zyrtare kur e ke edhe vetëm me një komunë. Me një komunë është gjuha turke zyrtare, aty shkon se gjuha turke është zyrtare. Mirë po, është vetëm me një komunë. Dhe këtu zyrtariteti në Maqedoni është i shkallëzuar. Ke maqedonishtën, kategori absolute, shqipën kategori relative, dhe poshtë këto gjuhën turke, e serbe, e rom. Nuk e kemi statusin e gjuhës shqipe të barabartë. Po. Nuk e kemi të barabartë, kaq. Që është si që kanë serbët. E tani serbët me 2%, ne me 40%. Është realisht që e ka Romët në Kosovë, të zëmë të përkthejë. Shumë e saktë. Fatkeqësisht. E tash, nuk e kemi zgjedhur 20 vite këto. Kemi mashtru shumë. Ave, do të thonë se janë kriju opinione të rreshme të ne. Krijohet opinioni se tash po shkatërrohet gjithçka, s'është e vërtetë. Se kemi rregulluar kur si duhet. Po vetëm kemi gënjë, e kemi pas në dorë mercenart, medialt, që kanë shit mjegull, kanë kriju opinione të rreshme se këtu kemi arrit barazi, s'është e vërtetë. Po gjithmonë do të flasim edhe atyre në Kosovë dhe në Shqipëri. Opinionet nuk janë fakt. Mos bini prej opinioneve të rreshme. Faktet janë këto. A na amneston? Që ne, jo, nuk na amneston. Ne duhet bëjmë përpjekje maksimale që ta arrijmë barazin këtu në Maqedoni. Shqiptarët kanë bërë një kompromis madhor, nuk mund bëjnë më shumë kompromis se sa ajo. Asnjë popull në Evropë nuk e ka këtë kompromis që e kemi bërë ne. Ne kemi pranuar të jetojmë me një vend që nuk i themi Shqipëri. Kompromis më të madh se këtë nuk ka askund. Dhe jemi sa gjysmë e atyre tjerë. Dhe tash ende ne të vazhdojmë, kërkojmë kompromise. Gjuha këtu përdoret të provimi jurisprudencës, të provimi noterit, a kështu do të zgjidhen çështjeta. Me as kam gabim i madh. E rrejmë vetën, e mashtrojmë vetë. Dhe kush e bën problematike tash këtë, ma shumë? Studentët kanë drejtë, studentët e kanë përkrajën tonë, të jashtëzakonshme. Ka liq apo s'ka liq? Studentët ne i përkrajmë deri në fund. Do jeni në protestën e studentëve prezent? Ne i përkrajmë, do të shohim. Aty e dini pse? Për shembull, i përkrajmë, po. Për mua do të ishte turp të jem në krah me ministrin që s'ua ka zgjedhur çështjen e studentëve dhe që e politizon. Dhe ende insiston. Insiston. 5 ministra shqiptar, vetëm këtë periudhë, 8 i kemi, ti 2010.
Dhe nuk e kanë zgjedhur këtë problem. Dhe ç'është më e keqja, del proteston, pse nuk e ka zgjedhur ai vetë. Këto hipokrizi e delegitimojnë edhe protestën e studentëve. Larg të ndëruar studentë mbajnë. His në duhen politikanë, as unë, as kërkush. Nuk ju duhen ta. Politikanë duhet t'japin llogari dhe përgjegjësi. 5 ministra nuk e kanë zgjedhur. Ministra drejtësisë, me një akt administrativ ato kanë pas mundësi ta zgjedhin. Shqiptarëve se kanë zgjedhur këtë. Burgjet me përjetshëm shqiptarët i kemë burgin përjetshëm s'kanë zgjedhur. Ministra drejtësisë plot. Çka kanë bërë ato? Soravia, pallate, miliona. E sot vërtet besoni se atyre aq u ka për shqiptarët? Jo. Ta veç duan të kthehen edhe një herë aty dhe të vazhdojnë me atë që kanë bërë. Do garoni për deputet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe realisht keni interes që të jeni lideri i ardhshëm i lëvizjes Arbëria kur do shndroheni në një parti? Jo, ideja ime është që t'ju japim hapësirë të rinjve. Shumë seriozisht apo këtë. T'ju japim hapësirë të rinjve, bëjmë një gjenerat, është një gjenerat e shkëlqyer, edhe unë jam aty për t'i përkra dhe për t'u alon edhe Arbërinë atyre, po edhe postët edhe kryem dhe me dhamë figura nga gjenerata më e rreth, ne jemi me përvojën tonë, me thonë jam aty afër, dhe t'i kandidojmë ata për postë. Nuk e keni këtë synim? Jo, as pak. Jo, për vetë isha bo gjithçka deri tash. S'është synimi personal. Po është shumë vështirë kur flet njëri për vetëm. Unë i ftoj, e janë i shifni, çfarë jetë jetoj. Si e kam gjendjen, një darën, fëmijët e mi, çfarë shkolla shkojnë, si janë, dhe këtë familjen time, këto janë dëshmia janë edhe gjithë anëtarët të Këshillit Drejtues. Çka ju shtiu që të riktheheni në politik pas kaq shumë vitesh dhe cili ishte ai momenti kryesor kur tha që po, do rikthehen? Edhe ne kemi nis shumë moshë të re të merrem në politikë. Nuk e di është mirë, është keq, është keq. Shkak se ju marr ton kohën në politikë. Edhe në profesione të tjera shumë pak. Gjithë kohën gati si e marrë politikë. Vendosa të tërhiqem për shkak se thash, është mjaft. E thash edhe në fillim, degradoj organizimi politik i shqiptar. Pa që janë shqiptarët të organizuar mirëfillti politikisht, të kemi problemet mëdha me si kom. Për nuk kemi kom, nëse një kom nuk është organizuar politikisht si duhet, ne degradoj organizimi politik, flas për momentin kur morëm hapin të themelojmë lëvizjen Arbërie. Pse jo atë por tash? Aty duhet ta bëj dallim. Pse tash? U mboshet me energji gjithë ato vite? Jo, ndoshta edhe kur je, po ndryshuam për shkak se edhe një është shumë e rëndësi. Idenë cilën e përfaqësonim ne. Idenë Arbër Xhafer, idenë politik. U bastardu shumë keq. Ende po bastardohet. Vazhdimisht nuk ka pe aty, nuk ka. Vetëm që jemi besnik për asaj ide si kemë lëvizjen Arbërie. Kjo është një arsye. Dhe tjetër arsye është shkërmoqja e organizimit politik të shqiptar. U bën 10, flas për 5 korrik kur e themelon. Si nuk mund ta marrim këtë vlenet, është arritje e madhe historike, kemi bashkim tash. Në atë kohë lindin çdo javë me sa di unë, 10, 11 ose 12 parti politike kemi këto të regjistruar. Dhe u bën regjistrimi i partive politike ishte enkas për të bën një grup për të hyrë pushtet, për të marrë për mira materiale, personale, grupore, interesa klanore të ngushtë. Ishte shqetësues. Shumë shqetësues. Dhe këtë nëse një kom nuk është organizuar si duhet politikisht, ke problem, nuk je kom ti. Shumë është më i rëndësishëm organizimi politik. Unë e di, dhe për atë e thash që fillim, shumë kujdesum këni që e më zgaboj, mos na keq kuptojnë popullin. Nuk e më rrumë si parti politike, sepse e kishë plot. Mos e nimet i kemi politikë. Edhe atë u bëjmë apel,
qytetarëve shumë vëzhgënjim për politikës. Kanë drejt. Mirë po, nuk bën me hek dorë për shkak se politika do apo s'do ti vendos për gjithçka. Po edhe në popujt më të civilizuar që mendojmë se ne nuk i intereson politika, për shembull në Gjermani, rrallë kund bëhet biseda politike për shumë, kur në telëndeje. E dini sa ishtë dalja e Gjermanëve në zgjedhjet e fundit parlamentare? 85%. 85%. Kjo tregon për popujt me kulturë të lartë politikë, që na mungon ne. Gëpimi jonë nëse i mbajmë gjatë pushtet. 20 vjetë i mbajmë, jo vëlla, dënohen. Nuk punon dënohen. Pasi që jemi nga fundi, do flasim edhe pak për lëvizjen Arbëreja, realisht cilat do jenë ato rrisit e lëvizjes Arbëreja qofshin në aspektin programor, por edhe në aspektin e performancës dhe kryesisht nga cilat figura politike keni mbështetje qofshin nga Tirana apo nga Prishtina. Tani, ne që në fillim ne kemi programin tonë, pikat programore kyqe, ajo që me një fjali këshon përgjithshme e them, synojmë të arrijmë barazin reale të shqiptarëve në Maqedoni, marrëveshjen e Ohrit, për shkak se është marrëveshje e paqes që ndali luftën, që ka garancë nga faktori ndërkombëtar dhe të Bashkuarat e BE-s, ne themi të implementohet ashtu si ishte, jo siç u devijua. Ajo marrëveshje synonte që shqiptarët jenë barabartë, këtë shteti është kompromisi i madh. Ato që janë të njohura dhe i dinë çdo shqiptar, zhvillimi ekonomik tjetër barabartë, ndarja e drejtë profesionale e buxhetit, investimet tjene për zonat shqiptare, jo vetëm siç është tani. Çështje tjetër gjua nuk të diskutohet, që të barabartë, njësoj si maqedonisht, arsimin ta depolitizojmë, ta departizojmë administratën. Atjetër nëse duam të ecim përpara. Ne nëse nuk arrim si shqiptarë Maqedonit, jemi më të përgatitur në arsim. Edhe ekonomikisht nëse nuk bëhemi më të fuqishëm, ne do të kemi të lashëm për herë. Të janë dy shtylla që duhet të koncentrohemi dhe pjesa tjetër drejtat politike që do të, juridike që do t'i marrë. Duhet me diasporën të kemi raporte të veçantë, jo vetëm të thirrim për vota të vinë me autobus. Diasporën ne është interes më kombëtar që diasporës të sigurojmë drejtën e votës siç e ka Kosova dhe Shqipëria. Kjo është interes për shkak se vendet tona i kemi zvrasur për politikës keq, i kemi përzan jashtë. Dhe tash frikmi një njësi zgjedhare, dim se frikohemi. Për shkak se e para diasporën e kemi jashtë, e dyta votuest i kemi deprimuar, nuk dalin të votojnë. Po mundsu shqiptarëve votojnë me postë diaspora. Dhe atëherë parlamenti do duhet patjetër të reflektoj përfaqësimin real të shqiptarëve sa jemi përqindje. Dhe nëse statistika në që 31, që ne besojmë 40%, ti kemi 40 deputet në parlament. Vetëm me 30% ne 40 deputet do të jemi. E jo, dhe në këto që nuk merret askush. Janë gjëra thelbësore që ne i mendojmë, t'i bëjmë. Përmendet për kë kemi përkraje, kemi përkraje jashtëzakonshme. Për gjatën shqiptare në mërgjë. Kemi përkraje, për shembull, prej Kosovë kemi profesor Avni Dehari, që është deputet i lëvizjeve të vendosim, mik të Arbërisë, dhe na përkra shumë. Kuptohet, kemi përkraje edhe prej gjithë spektrit, kemi edhe prej Shqipërisë, domethënë kontaktet e para kemi vendosur ende. Kjo periudhë pak na ka penalizuar për shkak se kemi funksionuar gati se si vlen. Po, tani domethënë me që u qartësu kjo çështja e bashkëpunimit që vazhdon me vlenin, por ne ruajmë siguritetin tonë, identitetin tonë. Sigurisht që do të mundohemi që të gjejmë përkraje nga të gjithë. Janë të mirëseardha nga të gjithë. Ne kemi nevojë edhe për të majtëve edhe për gjatëve, shkak se ende ballafaqohemi me drejtat, mungesën e drejtave elementare të Maqedonisë.
Kur do t'i bëjmë këto, pastaj mund ndahemi njëri majtës tjetrin jatës. E cekët pak më parë, doktrinën Arbër Xhaferit realisht ai thirrte për unifikim, si janë raportet tani më me bartësit e qertë të doktrinës Arbër Xhaferit, duke filluar prej Zjadin Selës, Taravarit, Arben Fetajt e të tjerët. Nuk kemi personale me asken me këta që i përmenda. Kemi pas kontakte, jo, me të që nuk kam kontakte. Me të tjerë. Edhe me tjerët kam pas kontakte, po tash, kur morën ato vendimet për të bashkangjit me BDI-n, që formojsh e fanë të njërë. Dhe të ishte e frikshme. Se deri në çfarë gjendje kemi mëri, edhe ne kemi luftu në subjekte, dim shumë ma mirë ne, sa këto tjera se me këtë kemi patë bërë. Unë dhe të shkosh pa një arsjetim logjik, të qenë edhe në pushtet, ata, dhe të shkosh të përfundesh të BDI-a, e dhe kam asgjë personal. Po, sigur kanë mungu, nuk na ka rastis, në rastit të komit, klasin. Shumë e telefon, të asaj periude, nuk kemi komuniku, natyrisht ata kanë vazhdu. Në betejën e vetë, ne kemi vazhdu. Këndej, po doli që është gabim ata që i kanë ma. Doli që është gabim ja, Zjadini nuk është ma. Edhe Taravari kam informata që i kanë probleme, tash funksionim komunën e festivalit, është gabim. Gabimi matë, sidomos, ata që thirrëshin në emrin e zotit Arbër Xhafer. Zotri Fazliu, ishte kjo intervista sotme, ju faleminderit që ndatë kohë të jeni këtu me ne, shpresoj që do rishihemi në intervistat e ardhshme. Faleminderit, respekt edhe për ju. Shikues të nderuar, ishte kjo intervista sotme, ju faleminderit për vëmendjen, rishihemi në intervistat e ardhshme.